Si udhëheqësit e NATO-s u mblodhën për samitin e së mërkurës në Ankara, mikpritësi Recep Tayyip Erdogan u dha atyre një dhuratë të pazakonshme lamtumire, revolver të bërë me porosi, së bashku me municione luftarake, që tregonin se ande zjarrit nuk ishin thjesht dekorative. Dhurata diplomatike pasqyronte shtytjen më të gjerë të Erdoganit për të shfaqur industrinë e brendshme të mbrojtjes së Turqisë, të cilën vendi ka përdorur gjithnjë më shumë si një mjet të eksporteve dhe politikës jashtme. Imazhet e ndara nga zyra e presidentit lituanes tregojnë një revolver të llojit Gumsai 357. Një revolver i rrallë me 6 fishek i prodhuar nga prodhuesi turk i armëve MKE në vitet 1990, por që aktualisht nuk prodhohet më. Revolverët ishin të vendosur brenda një kutie ekspozimi prej druri që paraqiste flamurin e Turqisë dhe logon e NATO-s, si dhe një pankartë me mbishkrimin "Pistoleta e parë e tipit revolver e prodhuar në vendin ton", si në turqisht ashtu dhe në gjuhën angleze. Jo të gjithë udhëheqësit ishin menjëherë të vetëdijshëm për natyrën e saktë të dhuratës. Zyra e kryeministit belg i tha Reuters se ai u habit kur mësoi se në kuti kishte një armë. Me të mbërritur në Bruksel, ai dorëzoi atë policisë së aeroportit. Zëdhënësi i kryeministit spanjoll Pedro Sánchez tha se gjithë udhëheqësve u ishte dhënë një njëjti model, i gdhendur me emrat e tyre. Zyra e kryeministrave holandez dhe suedez thanë se revolverat e tyre ishin çuar në ambasadat përkatëse në Ankara. Revolveri holandez duhet të çaktivizojë, ndërsa i suedez priste dokumentet e importit. Arma që u dha britanikut Keir Starmer ishte me një kit pastrimi dhe 500 fishek, por kryeministi britanik nuk e mori me vete. Revolveri i kryeministes italiane Giorgia Meloni ishte ruajtur tashmë në selinë e qeverisë në Rom, së bashku me dhuratat e tjera shtetërore. Presidenti i Komisionit BE-s, Ursula von der Leyen, kishte ndërmend ta dhuronte të sajën për një muze ushtarak. Të njëjtën dhuratë e ka marrë dhe kryeministri shqiptar Edi Rama, por pa pasur informacione nëse ka sjellë me vete apo jo.